Vlen akuzon përsëri partinë opozitare Bashkimin Demokratik për Integrim për shkatërimin e arsimit, duke thënë se madje këtë e ka vërtetuar edhe revizioni. Përmes një komunikate ata lanë të ditur se enti shtetëror i revizionit hapi dosjen e byros për zhvillimin e arsimit dhe ajo që u zbulua sipas tyre nuk befason më askënd. Kaos, shkeljet e ligjit, abuzim me buxhetin dhe partizim politik deri në palc. Ata theksuan se revizorët kanë konfirmuar se Zeqiria Hasipi, i vendosur në krye të byros nga Ministria e Arsimit gjatë kohës kur ajo drejtohej nga kuadri i BDI-s, Jeton Shaqiri, ka qëndruar në atë post për më shumë se 5 vite, pa shpallje publike si dhe pa transparencë. Byroja është drejtuar nga 2 persona pa mandat të rregullt në kundërshtim të plot me ligjin. Pagesat për bashkëpunëtorët e jashtëm janë bërë pa kritere të qarta dhe pa kontroll. Nuk ka pasur mjete për trajnimin e mësimdhënësve, por gjithmonë ka pasur para për punësime partijake. Ndërkohë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka lëshuar një deklarat ku deklarohet se përfaqësuesit e koalicionit të LAN, nga ku me vetëm 9 deputet, pretendojnë të përfaqësojnë mbi 29% shqiptar në institucione. Vazhdojnë të relativizojnë bashkëpunimin e tyre të mëhershëm me partitë maqedonase, duke e quajtur atë eksperiment që nuk funksionoi. Problemi nuk qëndron tek një eksperiment i dështuar politik. Problemi është se kjo qasje eksperimentit me shqiptarët po vazhdon, me pasoja reale dhe të rrezikshme. Sot jemi dëshmitar të një vale të re eksperimentesh. A është eksperiment përpjekja për të normalizuar një qeveri pa shumicë shqiptare, pa mandat dhe pa përfaqësim të drejtë. Sipas BDI-s, e gjithë kjo nuk është as gabim as rastësi, por është një model të testosh kufirin e pranueshmërisë së shqiptarëve.